Ekskluzivisht UDBA ka pas synim antishqiptarizmin. Po mu, kur më kanë marrë, unë kam qenë një arsimtar, atëherë më kanë marrë në UDB, thash, ka do të punoj unë në UDB, ç'është e UDB, për bashkim vllaznime, për drejta njerëzore, për këtë e çata. Jo, dishta më UDB, ky timi e ka në një qendër tjetër. E tjetër. kuptoj, po do të vi unë aty. Po ma shkurt përgjigje. Edhe unë thash, babajt tim thash, qenë ka më mirë, po shkoj unë atje. Vaj përdorte ka qenë nga Beogradi, përdorte do slavizma, thash ka thama, na i shërbimi ha njerëzit natën. E më ndit edhe të njëshën vishin mendje fjalët e babës. Po kjo që thot timi, shërbimi i UDB-s në përmes doktrinave të fejës islame, në përmes të personaliteteve disa hoxhëllarëve, të cilët kanë qenë të regjistruar në kartotekat. Kush ka qenë? Mujna me përmenda një ose Po ka me qinda o gjatë. Për shembull një ose. Po nuk duhet përmendi unë me qinda ka. Përmendën ndonjë të Maqedonisë. Po ky e plotë, zëti prej atje ka ato. Përmendë, nëse kum qenë unë thuj edhe ti ke qenë. Jo. Kush ka qenë pas na fe? Po mujna me përmend sonde me publikun. Jo, nuk përmendi unë, po ka, e di. E ka hap një temë shumë interesante. E di Se ka hap një njerëz. temë shumë interesante. Me lazem kjo është sfera jote. Timi po ta më thonë se nuk e ka luftuar fenë, po e ka luftuar. Për shembull, unë jetoj në Republikën e Maqedonisë. Donë jam shtetas i Republikës Veriore të Maqedonisë. Dhe normal nuk mund bëhesh ti ambasador i Republikës Maqedonisë pa kaluar filtrat e sigurimit. Dhe tani unë haptas i them se disa njerëz janë venduar në shërbim të islamizimit të mërgatës shqiptare përmes ambasadave të Republikës shtetit Maqedonisë. Unë du të shoh shtetin e Maqedonisë si shtet laik dhe jo si shtet të infiltrohet në përqendrat ekskluzivisht islamike me emrin shqiptare. Ose mone vetëm islamike, hisnë shqiptare, po pse me përly emrin e shqiptarëve. Ti e përmena onën e vjetër të UDB-s në sot i kemi në Maqedoni. Për shembull, Afrim Gashi ka thonë pa implikimin e Turqijës nuk ka pasje në Ballkan. Unë jam rrit me frymën, pas zgjedhjen e çështjes shqiptare, nuk ka pasje në Ballkan. Janë di bota të kundërta mes meje dhe Afrim Gashit. Afrim Gashi është zgjedhje e dashurisë të Mickovskit me bë kryetar parlamenti. Afrim Gashi e lip votën në emër të Palestinës, në emër të Allahit duke manipulu. Mirë po tash do një deputet i të majtës, të ekstremit të majta pasjevit, dhe e hudhi si propozim të njihet shteti i Palestinës. Musa Xhaferi i BDI-s e man fjok, Afrim Gashi nuk e nisë. Mëret e njeri, ti ju ke premtu shtresave të popullatës, të vazhove, i ke mashtru me Palestinën, futne, unë si shqiptar, nuk jam kundër shtetit Palestinës, për two-state solution. Tani, të denë si përfaqe hipokrizia, se e merr rrogën prej flamurit të Maqedonisë, e lunë rolin ma shqiptar se Tim Shkupi, edhe në këton mirët me krim dhe me fajde, jo të këtë rast Afrim Gashi, se du me pas me fajde këtë tas, po flas për strukturat, dhe ato po na bojnë dam neve si shqiptar. Si shqiptar, prandaj pyetja ime ishte konkrete, se nuk ka pas UDBA në parim anti-islamizmin, anti-muslimanizmin, se Jugoslavia e Titës ka qenë shumë marrëdhënie të mira me botën ashtu quajtur arabe. Unë kom qenë në Egjipt student dhe jam ai që kom thebelu shoqatën adhetarëve studentëve, është shoqata Migjeni, thirrjet, komunikimet me krahin e Shqiponjës, me Vatrën, me gjitha këto janë aktivitetet që i ka shfilluar Tim Shkupi atëherë. Dhe unë e di se një radio që ka qenë në Gjon Shqipe, në Kairo, si propozim ka qenë për mua dhe Xhevat Mustafën, por ne kur e pam se një ndër pikat ka qenë Adem të dakhul fi shu'unil dakhilia fi Jugoslavia. Mos ndërhyrja në çështjet e brendshme të Jugosllavisë, se duan në këtë radio, mallon me dukat. Po se ta plotësoj këtë temi që tha, kanë kryer këtë në Kairo. Ambasada e Jugosllavisë, gjithë studentët që kanë mësuar për fe në Kairo, kanë qenë në lista vëzhgimi të cilët janë përcjell, janë mbledh, po kanë mbledh për timin, kanë qenë shokët të tij. Kanë shkuar në ambasadë, kanë dhënë informacione. E timi muzikon. Po jo, them shokët të tij për timin, për shembull. Po jo, mua kanë dhe kur i kum pas me emra, po sa që thoton janë ngul. Me prandaj them. Ajo ka ndodhur në prandaj ambasadat nuk kanë qenë kur gjë tjetër
vetëm grumbullimi i informacioneve relevante për një shërbim sekret të atij shteti. E vërtet. Faleminderit shumë që erdhën njerëz se ta morëm kurrës la me fol. Çfarë mendoni ju për Faleminderit edhe për te për ftesën dhe faleminderit për këtë panel të jashtëzakonshëm që kemi këtu, duke u nisur prej doajenit të jashtëzakonshëm shqiptar në Fiçegranit, një njeri që është përsekutuar shumë dhe për cilin kam lexuar shumë. Për bashkëmendimtarë dhe bashkëveprimtarin Adem Jasharit, Tim Shkupin dhe mikun tim të ngushtë dhe njeriu në shkëlqyeshëm e pjesëtarin e UÇK-s Milazim Gashit. Faleminderit. Çfarë mendoni për domethënë ato përgjimet e fundit që dolën me ato oficerin e BIAS me të ashtu quajturin e Ezri Selimi? Mendoni që ato përgjime të fundit që dolën këtu? Po, kryetari bordit të institutit toni ka bo këgja ka vite që i ka bo këto çështje publike, që shërbimi kundër zbulimit ushtarak, por edhe i shërbimit BIAS përpiqet, grumbullon dhe është duke u infiltruar në qarqe të ndryshme, se këtu morë pak, kur e ka thonë zoti Gashi, këtë deklaratë u morë pak edhe pe i Bashkisë Islame gabimisht, se nuk është ashtu, por kjo ka thonë në konceptin asaj këta njerëz të cilët po shkojnë, që shkojshin atje në Siria, ku shkojshin e disa të tjerë. Këto incizimet e fundit e dëshmojnë një çështje. E para, për shembull, për mua është koka dhe mbasi na këtu mundet më na ndihmon këtë aspekt, por ajo bisedë si duket është zhvilluar diku në Serbi. Se njihet dëgjohet konga serbisht në Prapavi derisa këta dy bisedojnë. Domethënë, nëse kjo punë është bën në Serbi, unë nuk besoj që ky shqiptar e ka incizuar pjesëtarin e BIAS. Pa i pjesëtari i BIAS e ka incizuar këta. Edhe tash vetëm parashtrohet pyetja, ka hedh ky incizim që na me pas në mediat tona. A mundi me ditë që çka mujt me rrjedh kjo punë? Jo, çka ai incizim që ka incizuar oficiri i BIAS shqiptarin në vetur apo në restorana kudo që qoftë. Po normalisht BIA nuk bashkëpunon me AKI-n me allon xherimin. Jo, unë po e parashtroj si pyetje. Po e kam çordhën po ti si erdh te mediat tona. Po dhe kam çordhën shumë. Edhe nuk është i vetmi. Dy shqiptar më herët u nxënën si bashkëpunëtor të BIAS. Njëri i Firajës, që batanin ai Shaban, edhe ky tjetri i Ferizajt. Në Muharremat, Shukanin, një tjetër. Kur policia dhe hetuesia jone, prokuroria ja kanë marrë telefonat e këtu gjëna, është zgjedhur edhe emri jam, te që ky i Ferizajt. Edhe në këtë akuzë, në faqen e 4-2, përmenu mune edhe Veton Elçani, ky zavens komandanti i policisë për veri. Për mua thët e regruter, për ta thët kompjuter ja këna falas diçka thët diçka qështu.